duhet të kryhet brenda ose jashtë vendit. Për të diskutuar pikërisht për këtë temë, ku rëndësi do të jepet fëmijëve dhe shëndetit të tyre, unë do të diskutoj në studio me Suela Koçibellin, sociologe, njëherësh aktiviste. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe ty. Dhe pyetja është, sa e ndjejnë familjet shqiptare mungesën e një mekanizmi të qartë për trajtimin e specializuar të fëmijëve kur ata kanë nevojë? Dhe përgjigja më e sinqertë që më vjen është vetëm atyre që ju ka rënë halli, e dinë se në çfarë sfidash dhe në çfarë rrokopuje dhe në çfarë dhimbje dhe këtu them emocionale edhe ekonomike janë përballuar. Mesatarisht, bazuar kjo kryesisht për një informacion që ne mund ta kemi nga fondacione të ndryshme, pra gjithë ne kemi parë nga to thirrje që bën në publik, ndihmojmë filan në raste duhet të dalë jashtë Shqipërisë, apo raste të tjera që po shesin shtëpit, të gjithë njohim. Të tilla mund të jenë mesatarisht në Shqipëri të paktën në 4-5 vjeçarin e fundit, diku tek 50-60 fëmijë të cilët janë në kushte që ju rrezikohet jeta. 50-60? Mesatarisht. Ju rrezikohet jeta dhe për arsye të specifikave dhe të nevojës speciale që kanë për trajtimin e tyre, duhet patjetër të kërkojnë ndihmë diku ose në spitale private, në rastin më të mirë në Shqipëri, por në rastin më të zakonshëm jashtë Shqipërisë, sepse ky shërbim shëndetësor jetik për ta nuk ju ofrohet dot në shërbimin shëndetësor publik në Shqipëri. Dhe si duhet të vepruar? Unë sot vi për një nisëm që është nismë qytetare. Pra, disa qytetarë kanë iniciuar një ide e cila ka të bëjë me këtë projekt ligj. Propozimi një projekt ligji i cili thotë që ne kemi nevojë të kemi një financim publik, pra të dedikuar, për të gjitha rastet kur fëmijët tanë nuk e marrin shërbimin dot në institucionet shtetërore. Kjo për arsye të ndryshme. Nuk ka mjek, nuk ka pajisje, apo nuk ka ilaçe. Kryesisht, të gjitha shërbimet që mund të mbulon në Shqipëri mbulon në Tiranë, pra po themi nga rrethet e tjera delegohen në Tiranë, por ka edhe raste që nuk mbulon në Tiranë. Ne do donim, përmes këtij projekt ligji që duam ta propozojmë, pra tashmë është bërë drafti i projekt ligjit, është përpunuar dhe ripërpunuar disa herë dhe jemi në fazën që kërkojmë mbështetjen qytetare. Kërkojmë mbështetjen e atyre njerëzve që besojnë që fëmijët nuk duhet të rrezikohen, që fëmijët duhet të kenë mbështetje për jetën e tyre, që fëmijëve ju detyrohemi të gjithë ne përgjithësi për t'ju garantuar jetesën. Kemi nevojë të mbledhim mbi 20.000 firma dhe unë mendoj që kjo është minimumi. Nëse ne kemi 20.000 shqiptarë që duan fëmijët, jemi shumë pak. Duhet të jenë shumë më shumë shqiptarë që i duan fëmijët dhe jetën e tyre. Projekti ligji pikërisht adreson këtë temë. Pra, ne nuk mund të kemi 50-60 fëmijë të rrezikuar dhe një pjesë e mirë për tyre humbin jetën, por mos harrojmë vetëm këtë. Janë familje të tëra të shkatruara, kanë shitur shtëpi, ndoshta jo vetëm një familje, kanë shitur dhe me vëllezër e me motra, si. Pastaj kemi pasur aktivitete që janë bërë në media të ndryshme, mënyrat e GoFundMe. Kjo jo për të parë po themi se ku shkon paraja, apo ato po themi edhe reagimet stresuese për të gjithë njerëzit që shikojnë çfarë dhimbje shikojmë ne këtu, është përgjegjësia e gjithëve. Pra kemi nevojë të ngrem një mekanizëm i cili mund të jetë në disa forma. Dhe projekt ligji pikërisht këtë adreson, pra nuk është një projekt ligj i nisur vetëm mbi bazën e evidentimit të problematikës dhe të ankesës e thënë në këtë mënyrë, po edhe të propozimit konkret se si të zgjidhet dhe cilat mund të jenë rekomandime që ne mund të japim institucioneve tona shtetërore, që do të thotë, ose mund të kemi një buxhet të dedikuar. Një mekanizëm i cili është më i shpejt për rastet të cilat janë përjashtimore. Pra ne bëjmë një vlerësim të brendshëm të sistemit tonë shëndetësor dhe e dim shumë mirë se çfarë sëmundje nuk prekim dot. Pra janë disa kriterë të cilat janë shenja alarmi. Dhe automatikisht këtu ne nuk mund të presim 3 muaj, 6 muaj, 10 muaj, apo po themi procedurat jenë me hatër e me mik, jo. Ato automatikisht të klasifikohen për këtë trajtimin special, për këtë dedikim që mund të jetë ose me fond të shtetit tonë, por mund të jetë edhe me partneritete. Pra, ajo karta shëndetësore, sot Shqipëria synon të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, kartat shëndetësore të një shteti funksionojnë edhe në shtetin tjetër. Kështu duhet të jetë Shqipëria shumë afër dhe duhet ta ketë këtë lloj synimi. Mund të ketë marrëveshje shtetion me spitalet private, kur bëhet fjalë për rastin e fëmijëve, që kostot automatikisht të mbulohen nga të gjitha këto kontribute që hedhim unë, ti dhe gjithë prindrit në Shqipëri, se gjithë punojnë dhe hedhim kontribute. Mund të ketë marrëveshje partneriteti me spitalet si motra në vendet europiane. Pra, për raste specifike, procedura lehtësohet, sepse janë pikërisht këto marrëveshje që janë mbi bazën e vullnetit të mirë. Dhe pastaj janë marrëveshje ku shqiptari mund të çojë mjek atje, pra të mos na ikin dhe mjekët, po ndërkohë kemi edhe mundësinë e trajtimit të fëmijëve. Ka disa mekanizma, Lil, nëse ne duam të japim zgjidhje kësaj çështje e cila, nëse ne mendojmë, dikush mund thotë, po pse më vetëm 60 fëmijë,
kaq pak, jo 60 fëmijë nuk janë pak. 60 fëmijë janë 60 familje, 60 fëmijë janë 60 jetë, 60 fëmijë janë një shoqëri e tërë. Pra sot ke shkolla që kanë vetëm 60 fëmijë. Një shkollë e tërë, në një X bashki, në një X fshat të bashkisë Dipër, ka vetëm 60 fëmijë. Dhe aty punojnë 12 ose 14 mësues. Pra 60 fëmijë është një komunitet i tërë, është një shpresë e tërë për të ardhmen. Dhe një fëmijë është shumë dhe duhet bërë. Absolutisht. Është një shpresë e tërë për të ardhmen dhe ne nuk mund t'i lëmë bazdore. Pra ka mekanizma. Nëse ne kemi vullnetin e mirë, për ne synimi i parë është që këtë projekt lisht ta mbështesin mbi 20.000 qytetarë me vullnetin e tyre të lirë, ta kuptojnë pikë së pari se ky është problemi. Pra ne kemi sot qytetarë që kanë frikë nga fjala peticion, se nuk e kuptojnë. Po ky është halli i madh, më beso. Pra, unë kam shumë të rëndësishme t'ja shpjegoj fëmijëve që në moshën 10 vjeçare çfarë do thotë peticion. Peticion do thotë angazhimin qytetari për sjellje një ndryshim në atë gjë që e shqetëson. Kaq. Ndërkohë në peticionin e shoh shumë qytetarë që shohin si unë do i shpall luftë qeverisë. Ore, por nëse ka gabim qeveria, hajde t'i shpallim dhe luftë, thënë në këtë lloj kuptimi. Por peticioni është mënyrë reagimi qytetar, është mënyrë vendimarrje me pjesëmarrje, është mënyrë qytetarit për të ngritur zërin dhe të mos themi më që këta qytetarët tanë s'reagojnë. Se kjo është. Pra, ka reagim që është me protest, po ka reagim që është me peticion, me propozime konkrete, për të dëgjuar zëri jot, për të pas debat publik, për të pas vëmendjen e medias, për të reaguar për këtë gjë që është jetike. Pra të mos themi më që u çuam në mëngjes dhe pam një reels, o bobo sa gjunaf, sa na ka ndodhur, më thuaj, sa nga neve. E kemi parë munduar t'japim 50 euro, 10 euro, ajo që ka qenë mundësia. Pse duhet ne t'jemi gjithmonë në këtë lloj situate skamje, sepse ajo është situatë skamje. Sigurisht, do ketë raste që mund të kenë nevojë të tilla, por jo masivisht. Jo prindër që dëshpërimisht pastaj luten dyerve, luten ku të mundin. Nuk e di, domethënë, ata po të kenë mundësi shesin dhe shpirtin e tyre për të çruar fëmijën e tyre. Pra, është detyrë mbi të gjitha, është detyrim kushtetues. Pra, pikë së pari, është detyrë morale e gjithëve ne që të garantojmë shërbim shëndetësor për shpëtuar jetën e fëmijëve tanë. Ne të bëjmë pamundurën tonë dhe pastaj inshallah Zoti është me ta. Por jo të ndodhen prindrit e fëmijët përpara një situate ku spitali shtetëror për arsye të mungesave të tij të thotë s'kam çfarë të bëj. Se kjo është e tmerrshme. S'kam çfarë të bëj dhe pastaj zgjidhe vetë. Jo, kur bëhet fjalë për fëmijën nuk mund të heshtim. Ndërkohë që dhe pasojat psikologjike tek prindrit pastaj dhe sociale, ekonomike janë në të gjitha, dhe unë e besoj këtë gjë nuk është vetëm për familjen e ngushtë, është për familjen e gjerë. Kur këtë i nisëm e kanë folur me ata persona të cilët kishin pasur humbi të tilla në shtëpi, reagimi ka qenë sa mirë që dikujt i shkoi mendja pikërisht për të propozuar këtë, sepse sigurisht ata e kishin provuar në shpirtin e tyre këtë lloj dhimbje. Po kjo nuk do të thotë që të tjerë duhet të jenë neutral apo duhet të jenë neglizhent. Se me thënë drejtëm duhet pranoj dhe këtë, ka dhe njerëz që janë neglizhent. Dhe këtu të dhemb. Pra nuk mund të jemi një neglizhent ndaj fëmijëve dhe pastaj ecim me fjalët e mëdha, fëmijët janë gjëra më e madhe që kemi. Pra kemi nevojë të kemi realisht një lloj reagimi, një lloj informimi të tillë. Peticion do të thotë reagim qytetar. Peticion do të thotë për diçka që ti beson që duhet ndryshohet, duhet ta shprehësh vullnetin tënd. Dhe sigurisht ka një lloj rrugtimi që duhet bërë. Pra nuk mund ta shprehësh gjithmonë nga telekomanda e shtëpisë, me telekomandën dorë edhe duke shtyr ca shkronja apo te kafja lagjes, por është një formë organizuar, është një format i cili miratot nga KQZ-ja, është një procedurë që disa njerëz kanë marrë përsipër ta bëjnë, duhet ta afirmosim dhe ta mbështesim, që ta çojmë gjithë deri në fund. A mendon se ky projekt ligj ul pabarazin mes familjeve që kanë mundësi ekonomike dhe atyre që nuk kanë mundësi ekonomike? Kjo është një ndër arsyet kryesore sepse ky projekt ligj duhet të zbatohet, sepse standardizon mënyrën se si funksionon dhe trajtohen fëmijët. Ne edhe sot mund të kemi 3-4 fëmijë që mund të shpëtojnë dhe arrin të dalin jashtë Shqipërisë, sepse ka një mekanizëm që po themi miratohet nga ministria, është një procedurë e gjatë, ne dim raste përjashtimore që kanë përfituar. I kemi bërë edhe publike. Dhe këtu kemi disfavorizim ose diskriminim, ose trajtim jo të barabartë mes grupeve të ndryshme. Një projekt ligji i tillë pikërisht këtë gjë duhet adresoj, që të kemi standardet mos jetë mbi nivelin e fëmijës, emrin e fëmijës, emrin e familjes së fëmijës, por vetëm mbi terapinë që ka nevojë fëmia apo diagnozën që ka fëmia. Dhe kjo pasi lloj dallimi tjetër. Dhe çfarë mesazhi jep krijimi i një fondi ndoshta të posaçëm shtetëror për trajtimin
e fëmijëve me një ndër rrugëzgjidhjet, patjetër dhe sigurisht rrugëzgjidhja minimale që duhet t'i jepet këtij projekt ligji dhe që duhet vendosë dispozicion është një fond i dedikuar, i cili sigurisht ka një lloj hapësire për të qenë i lëvizshëm, por është një fond i dedikuar që parashikohet sipas eksperiencës që mbulon nevojën. Çfarë tregon kjo për qeverinë? Tregon që ka dashamirësinë dhe ka bot kuptimin për qenë pranë fëmijëve, dhe kur them pranë fëmijëve sot, dhe pastaj të mendojmë për ta për të ardhmen. Kështu që unë e shoh realisht si pjesë detyruese. Ndërkohë për ne si qytetar, për ne si prind, është mas sigurie, është një lloj garancie, është një lloj qetësie, që po themi ti nuk do jesh i hedhur, e thënë kështu figurativisht, në rrugë të madhe. Pra shpesh herë këta prindër dhe këta fëmijë janë ndjerë të hedhur në rrugë të madhe. Bëni, shkoni, zgjidheni vetë, diljani vetë, domethënë, Zoti qoftë me ju. Unë e kuptoj që sigurisht Zoti qoftë me ju, sido që t'jetë, por jo t'i hedhim rrugë të madhe. Jo t'i nxjerrësh nga spitali dhe pastaj të shkojnë ku të shkojnë. Kështu sigurisht është një projekt ligj i cili tregon seriozitetin e qeverisë tonë, tregon seriozitetin e vendimmarrësve tanë, për t'i dhënë prioritet pikërisht fëmijëve dhe kur bëhet fjalë për shëndetin, shëndet, arsim, siguri janë 3 norma bazë për të pasur një cilësi jete, por absolutisht siguron dhe prindrit. A mendon se ky projekt ligj rrit besimin e qytetarëve në institucionet publike, shëndetësore, shqiptare, edhe me gjërë, pse jo? E para, unë besoj që po. Pra po e nisu me gjithë e para, unë do doja që qytetarë shqiptarë të rrisin besimin të vetja atyre. Pra që duhet kuptojnë që një nisëm në një nivel lokal, pra një nismë mund të merret edhe nga 500 apo 1000 vetë. Je për diçka i paknaqur, duhet jetë mënyrë reagimi. Se ta bëra pyetje se shpesh themi që nuk ka zgjidhje, nuk të japin zgjidhje. Gjithçka duket si një shpresë e humbur teksa i drejtohen për halle të ndryshme institucioneve publike. Pikërisht. Pra prandaj po ta nis nga baza. Unë kam pasur të tilla reagime edhe për firmosin e peticionit. Pra që është dashur t'i shpjegoj njerëzve thjesht se për çfarë bëhet fjalë, për një propozim ligjor. Dhe njerëzit kanë një lloj pesimizmi që thotë po s'keni për t'ia dalë. Thelbi nuk është për të sfiduar një tjetrin, s'keni për t'ia dalë. Thelbi është nëse ti beson që kjo gjëja duhet, ne duhet ta bëjmë. E para, e dyta, le ta ndjekim hap pas hapi. Unë kuptoj që ne sigurisht kemi një traumë kolektive, një zhgënjim të mbartur nga institucionet dhe ne kemi edhe sot ditëve të fundit apo viteve të fundit apo muajve të fundit shembuj ku jemi të zhgënjur nga mënyra se institucionet tona kanë funksionuar, nga mënyra se si po themi ligjin e kemi shumë të mirë të shkruar, por të zbatuar ka akoma problematika për të zbatuar. Dhe këtu sigurisht unë asnjëherë nuk mund të fajsoj qytetarin për arsye të mosbesimit të krijuar dhe të ndërtuar tashmë ndër vite. Megjithatë, e sigurt është një gjë, nëse ne duam ta shohim gjithmonë zi situatën, do të dëmtojmë veten tonë dhe sigurisht do i lëm hapësirë që gjërat shkojnë zi. Nëse duam të jemi aty qytetar pjesëmarrës, pra po duhet ta theksoj edhe një herë. Kemi nevojë të kemi demokraci me vendimarrje dhe me pjesëmarrje, që qytetarët të ndjehen aktiv dhe sidomos këtë e them për brezin e ri. Pra duhet ta kuptojnë që njerëzit duhet të reagojnë. Nuk është e drejta qytetarit vetëm një herë në 4 vite të votojë. Duhet jetë aktiv gjithkohës për gjërat që e shqetësojnë. Dhe pastaj këtu ndoshta të institucionet do vendosen ose synimi është institucionet të vendosen në maksimumin e tyre përpara përgjegjësive për të zbatuar çka është e shkruar në letër dhe për të qenë aty në shërbim të qytetarëve. Absolutisht do ketë situata ku qytetarët mund të zgjedhin të jenë pesimist, unë nuk dua kështu. Pra unë dua që presionet pozitive nga qytetaria të jenë aty për përmirësimin e institucioneve, sepse edhe qytetarët që tërhiqen, institucionet i lënë në dorë të lirë, bëjnë çfarë të duan, si kontrollon askush, veprojnë, i shkruajnë, i bëjnë, i kthejnë ligjet si të duan vetë dhe askush se merr vesh. Pra, tërheqja përmes pesimizmit nuk krijon avantazh për qytetarin. Ndërkohë këmbgulja përmes angazhimit, dhe angazhimi nuk është asnjëherë i zhurmshëm, është i bazuar mbi statistika, mbi të dhëna, mbi nevoja, mbi grupe që sot studiojnë, pra punojnë mbi këto gjëra, edhe institucionet përmirësohen. Duhet të përmirësohen. Duhet të mbështetet ky projekt ligj edhe të shoqërohet me mbështetje psikologjike dhe sociale? Për familjet e këtyre fëmijëve, patjetër mund të jetë patjetër një paketë shoqëruese, pra bëhet fjalë që këto familje sigurisht duhet të asistojnë në tërësinë e tyre. Nëse ligji adreson financimin publik të shërbimeve të specializuara, fjala është e gjerë. Pra, gjithçka që shkon për shoqërimin dhe lehtësimin e jetës së këtyre familjeve duhet të jetë detyrim në të gjitha momentet kur, për ato arsye që unë përmenda, pra, mungesë infrastrukture, mungesë mjekësh apo mungesë medikamentesh, fëmijët nuk trajtohen dot në spitalet publike shqiptare,
duhet ju mbulohen këto lloj shërbimesh fëmijëve tanë, ose brenda Shqipërisë, ose jashtë Shqipërisë. Dua të them edhe diçka. Kam pasur reagime të tilla, sepse është interesante kur je në kontakt me njerëzit dhe larmishmëria e mendimit të nxit ty të përmirësohesh. Pata një qase që thoshte, po ju do jepni punë tha spitaleve private. Po pse kush e tha këtë? Do thot, e kupton, nuk po mendon askush. Shteti mund të ketë një lloj partneriteti të tillë që mund mos i paguajë asgjë spitalit privat, sepse shkëmben mjekët me spitalin privat, sepse i përdor teknologjinë spitalit privat. Pra nuk shkojmë tek mendimi që po shpotohet një jetë fëmije, nuk shkojmë tek mendimi që një familje po lehtësohet dhe nuk po jeton frikshëm në atë traumën e vet. Kujt po i vjen në ndihmë ky projekt ligj? Pra, për këtë gjën duhet ta kemi fokusin që kush është ai që lehtësohet direkt dhe jo të kemi këto lloj kulisash në kokë gjithmonë. Kjo jo se ne s'kemi hile edhe s'ndodhin gjatë rrugës, por gjitha hapësirat janë për të rregulluar në atë lloj mënyre që përfituesi të jetë qartasi i lehtësuar. Dhe hapësirat për abuzim të jenë sa më të vogla. A do ketë njerëz që do abuzojnë gjithmonë, Lili? Jam e sigurt që ka njerëz që do abuzojnë gjithë jetën. Domethënë, këtu pastaj jemi të gjithë në mekanizëm për t'i monitoruar këta njerëz dhe për të mos lënë të lirë. Edhe këtu është ajo shpreha e urtë popullore, pyll pa derra nuk ka. Cili është mesazhi juaj për institucionet, por po ashtu edhe për opinionin publik, lidhur pikërisht me të drejtat e fëmijëve? E pikë së pari unë të ftoj ty të na firmosësh dhe të na bashkohesh. Po, të lutem, sepse nuk duhet ta harroj këtë si detaj. Ndërkohë që unë e firmos edhe. Ndërkohë që të lutem. Suela më ka dhënë një format, ky është formati i aprovuar nga KQZ, që duhet të hedhësh firmën. Jam dakord që me vullnetin tonë të lirë. Me vullnetin tim të lirë, po. Ti të të njoftoj, mund të telefonor në çfarëdo lloj momenti për t'u pyetur nëse ju keni qenë dakord apo jo me këtë lloj nisme. Duhet të ndiheni që ju keni firmosur dhe për çfarë po flasim. Thirrja ime në këtë moment është sigurisht ne po i afrohemi 1 qershorit. 1 qershori është dita e fëmijëve edhe është ajo festa e bukur ku ne duam që fëmijët tanë vetëm të gëzojnë. Po ndërkohë detyra jona është t'ju garantojmë atyre mirëqenien. Dhe absolutisht, Lil, shërbimi shëndetësor është mënyra e drejtë për drejtë për t'ju garantuar fëmijëve tanë mirëqenien. Thirrja ime për qytetarët është ju lutem bashkohuni me këtë nismë ligjore. Keni disa grupe në terren, keni grupe në Shkodër, grupe në Rrëshen, grup kemi në Tiranë, disa grupe të shpërndara, edhe në zonën e Ysberishtit, aty jam unë vetë përgjegjëse për të takuar me njerëzit. Faleminderit. Dhe ka në Fier, ka në Korç, ka në Elbasan, kemi në disa zona aktivistë të shpërndarë që po merren me shpjegimin e qytetarëve sepse duhet i bashkohen nismës, që ata të mos kenë frikra, sepse kemi shumë frikra, për faktin që të gjitha të dhënat e hedhura në atë formular do përdoren vetëm për efekt të këtij projekt ligji dhe do shkojnë tek KQZ për verifikim, askush tjetër nuk abuzon me këto të dhëna, dhe kjo është përgjegjësi pastaj të gjithë emrave që janë aty të grupit organizator që është mbrapa i shënuar, dhe sigurisht për ligjvënësit tanë, në momentin që ne do arrim numrin dhe ne synojmë brenda 2 javëve të ardhshme ta dorëzojmë këtë projekt ligj për rishikim, të kemi aprovimin e tyre dhe të kemi marrjen në konsiderat seriozisht të këtij projekt ligji për ta bërë sa më shpejt të zbatueshëm në vendin tonë. Ndërkohë që edhe unë e firmos këtë peticion sepse çdo fëmijë meriton në fakt trajtim të shpejt, dinjitoz dhe të garantuar pa ulën familjet vetëm përballë pamundësisë së tyre për të trajtuar fëmijën. Kur bëhet fjalë për jetën e një fëmije, koha nuk pret dhe shteti nuk duhet të mungojë sa herë që ata kanë nevojë. Faleminderit. Faleminderit shumë.